Me një theks për të incentivuar më shumë vullnetarizmin në shoqëri, sidomos në grupe të veçanta si të miturit, pjesëtar të komunitetit rome egjiptian, personat me aftësi të kufizuara apo viktimat të dhunës në familje, qeveria do të depozitojë një ligj të ri për vullnetarizmin në vend. Drafti, i cili ka marrë miratimin e Këshillit të Ministrave këtë të hënë dhe që ka shfuqizuar ligjin e mëparshëm të 2016-s, vjen me disa risi. Të miturit që mund të angazhohen në punë vullnetare mund ta bëjnë atë vetëm në aktivitete me natyrë sociale dhe edukative me qëllim zhvillimin e personalitetit dhe socializimin e të miturit, dhe për këtë duhet të marrin me shkrim pëlqimin e prindit apo kujdestarit ligjor. Ligji parashikon qartë kushtet nën të cilat mund të jepet ky shërbim, jo më shumë se 20 orë në javë në jo më pak se 3 muaj për vullnetarizmin afatgjat dhe jo më pak se 1 orë në javë për vullnetarizmin afatshkurtër. Institucionet publike, bashkësitë fetare apo edhe organizatat jo fitimprurse janë subjektet që mund të ofrojnë vullnetarizëm pa përfituar të mira materiale, por duke garantuar për vullnetarët kushtet e punës dhe sigurimin shëndetësor në rast aksidentesh apo sëmundjesh profesionale. Në fund të shërbimit të tij, qytetari pajiset me certifikatën e vullnetarizmit si dhe librezën e vullnetarit për kontributin e dhënë dhe aftësitë e treguara. Ligji i ri vjen edhe si kërkesë e procesit të negociatave me Bashkimin Evropian, pasi ndryshime janë kërkuar nga Brukseli gjatë bisedimeve për kapitullin 23.